Pra në surën tjetër, thotë Allahu i lartësuar, wal asri, innal insana lafi khusr. Kjo sura quhet suratul Asr, do më thënë surja për kohën, pasi Allahu subhanahu wa taala në këtë sura betohet në kohën. Dhe kjo sura edhe megjithse është shumë e shkurt, dhe ka kuptime madhështore dhe është një prej sureve më madhështore në Kur'an, që i ka përfshirë të gjitha mirësitë e dunjas dhe ahiretit, ose që i ka përfshirë gjithë fenë. Pra në këtë sure, në fillim, ka thënë Allahu i lartësuar, wal asr, do më thënë pasha kohën. Pra betohet Allahu i lartësuar në kohën, dhe koha është ajo në të cilën zhvillohen veprat e mira dhe veprat e këqija. Edhe kjo është që e ka vlerën e madhe, dhe thamë se Allahu, kur betohet Allahu në një gjë, do më thënë tregon se ajo ka vlerë dhe madhështi. Koha është ajo në të cilën njeriu mund të bëj vepra, dhe prandaj nuk duhet ta harxoj të kohët, po duhet ta mbush me vepra të mira dhe të largohet prej veprave të këqija. Se gjithashtu në ditët dhe netët, në kalimin e kohës, mund të bëhen ose të mbushet me vepra të këqija. Pra është betuar Allahu në kohën, dhe ajo për të cilën është betuar është ajo që vijon, innal insana lafi khusr. Do më thënë njeriu, pra lloji njerëzor, i gjithë njerëzimi, është në humbje. Do më thënë janë në humbje, ndërlidhen surat me njëra tjetrën, sigur ajo që u tha më herët, pra se njeriu mundohet, përpiqet, punon, lodhet, brengoset shumë për çështje që në realitet përfundimi i tyre është humbje. Do më thënë, sigur, kur e krahasojmë me tregtinë, kur njeriu lodhet, mundohet edhe bën tregti, dhe më në fund del minus, do më thënë kësaj thuhet khusr, ose khasara, ose khusran. Do thotë, pra njeriu me këtë lodhjen edhe mundimin, i gjithë njerëzimi, i gjithë lloji njerëzor është në humbje. Me përjashtim të një grupi të njerëzve që kanë 4 cilësi. Ka thënë Allahu i lartësuar, illa alladhina, illa, do të thonë përveç. Pra gjithë lloji njerëzor është në humbje, përveç këta njerëz që kanë këto 4 cilësi. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Do thot, përveç atyre që kanë besuar, që kanë bërë vepra të mira, që e kanë këshilluar njëri tjetrin për të vërtetën, dhe që e kanë këshilluar njëri tjetrin, ose e kanë porositur njëri tjetrin për durim. Pra vetëm këta janë të shpëtuarit, ata që kanë besu në Allahun, edhe kanë besuar në atë që e ka shpallur Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe kjo nënkupton urdhrin për dituri, sepse nuk mund të jetë besimi i sakt dhe nuk mund të jetë besimi i atill që e shpëton njeriu dhe që Allahu është i kënaqur me të, përveç nëse bazohet në dituri të vërtetë, në argumente nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë wa amilu s-salihat, dhe që bëjnë vepra të mira. Do thotë ata që kanë besuar dhe kanë pas dituri, dhe këtë dituri e praktikojnë në veprat e tyre, do të thonë punojnë sipas diturisë. Edhe kjo gjithashtu është në llojin e njëjtë të kuptimit të ajeteve të surës Fatiha, për cilët folëm dje, ose pardje. Dje. Mirë. Do thotë aty rruga e shpëtimit, rruga e drejtë, është rruga atyre të cilët Allahu i ka begatuar me të mira, që janë njerëzit të cilët kanë pas dituri të sakt dhe vepra të mira. Dhe kurse rrugët të tjera, për cilat kërkojmë mbrojtje tek Allahu që të na ruaj prej atyre rrugëve, janë rrugët atyre që kanë dituri dhe nuk punojnë sipas diturisë, ose rrugët atyre që punojnë pa pas dituri. Prandaj këtu janë përmendur për shpëtim illa alladhina amanu, do të thonë përveç atyre që besojnë, duke u bazuar në dituri të
sakt, wa amilu salihat, dhe që bëjnë vepra të mira, që janë në përputhje me këtë dituri, dhe thrasin për këtë dituri, dhe e porosisin njëri tjetrin, wa tawasau bil haqq, do të thonë e porosisin njëri tjetrin për të vërtetën, që ta ndjekin rrugën e drejtë, thrasin në fenë e Allahut, urdhërojnë për të mira, ndalojnë nga të këqijat, këshillojnë për ndjekjen e shariatit Allahut, për ndjekjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë nxisin njëri tjetrin që të jenë të kujdesshëm dhe të ruajnë ligjet e Allahut. Do të thonë kësaj thuhet plotësim për të tjerët, se pasi janë plotësuar për vete me dituri dhe vepra, mundohen t'i plotësojnë edhe t'i përmirësojnë të tjerët. Dhe pastaj thot wa tawasau bis sabr, dhe këshillojnë njëri tjetrin ose porosisin njëri tjetrin për durim. I këshillojnë njerëzit dhe këshillojnë veten që t'jenë durimtar për bindjen ndaj Allahut, që t'i zbatojnë urdhrat e Allahut, t'jenë durimtar për t'u larguar prej haramit edhe prej asaj që ka ndaluar Allahu, dhe t'jenë durimtar kur vinë caktimet e Allahut, të cilat nuk janë në përputhje me dëshirat e njerëzit. Do të thonë, pra durim për bindjen ndaj Allahut, durim për t'u larguar prej mëkateve dhe durim në ato që ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe prandaj njeriu gjithmonë duhet të jetë durimtar dhe i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm. Nuk është kjo feja dhe praktikimi për një ditë dhe dy, por është hatta zurtumul maqabir, do të thënë derisa ti vizitoni varret. Duhet njeriu të luftojë për shpëtimin e vetes. Prandaj ata njerëz që i kanë këto veti, që besojnë, bëjnë vepra të mira, porosisin për të vërtetën dhe porosisin për durim, këta janë ata që janë të shpëtuar, kurse të gjithë të tjerët që nuk janë në këtë rrugë, janë në humbje.